Shumë shpejt, Edi Rama do të përpiqet të lajë duart nga gjaku i fëmijëve palestinez, duke u shoqëruar publikisht me ndonjë çaum, anë një xhami, me ndonjë konak, anë një xhami, për të normalizuar edhe një herë tjetër qëndrimet e tij kriminale të këtyre 2-3 viteve të fundit në politikën e jashtme. Me këtë, ai do të përpiqet të thotë, e shikoni mua më mbështesin muslimanët, çka keni që bëni zhurmë kot. Tani është koha që çdo njeri prej nesh që mund të vihet në pozitë për të përdorur për kapital politik nga Edi Rama të mbajë qëndrim të qartë duke refuzuar të përdoret për kapital politik nga shpura e tij. Çdo njeri prej nesh do të ngrihet me interesin personal dhe mbi konjunkturat në të cilat ndodhet dhe të shprehet qartë publikisht apo privatisht që vija ku që është shkelur dhe ne nuk mund ta mbështesim Edi Ramën në asnjë lloj forme. Ramazani po afron, por edhe evenimente tjera do të vinë dhe të jeni të sigurt që Edi Rama do të rokas në derën tonë. Ky është rasti që ne duhet t'ia plasim derën në fytyrë. Kur të merrni ftesë për iftar nga Rama dhe partia e tij, refuzojeni. Kur të ftoheni në evenimente publike ku Rama do të marrë pjesë, mos shkoni. Kur të keni ndonjë muze apo ndonjë institut për të inauguruar, mos e ftoni ose thjesht mos e inauguroni. Nëse ju duhet firma e tij për ndonjë xhami, thjesht mos ja kërkoni. Siç kemi 35 vjet që po bëjmë pa të xhami, mund të presim derisa Rama të mos jetë më në pushtet. Ky është momenti për të mbajtur qëndrim. Jo vetëm sepse kështu kërkohet fetarisht, por edhe sepse kjo do të vulos emrin tonë në këtë dynja. Ne nuk mund ta përdorim emrin dhe pozitën që Allah i madhruar na ka dhënë për të larë gjakun e vëllezërve tan nga duart e kriminalëve. Nëse pranojmë të përdoremi politikisht nga Edi Rama, kam frikë se jemi në kundërshtim të drejtë për drejtë të urdhrit të Allahut madhruar që thotë mos e shisni ajetet e mia për një çmim të papërfillshëm.